Gerta, flasim pak... Nuk do të agravoj situatën, nëse... Okej, nuk, jo, ti e din situatën është shumë e vështirë për të përcaktuar në fakt në këto rrethana, kështu që të kuptoj shumë mirë ti sapo ke dalur nga një rrugtim të gjatë dhe natyrisht je e tronditur. Flasim pak me Gertën. Kishe besimin që do të shkojë në finale. Të ka lënduar kjo gjysmë finale, je zgënjur? Kisha besim që do të shkoja unë në finale, por këtë e ndjeva dhe jashtë. Pra ai besimi që kam patur brenda asaj shtëpie më rezultoi që nuk ishte bosh, sepse e kam ndier nga publiku, e kam ndier nga njerëzit e afërt, nga miqt, nga kolegët. Çfarë të bëri të humbje përballë Eglit? Fakti që e humbe përballë Eglit, çfarë mendoj që të ka penalizuar për të prekur finalen? Nuk e di, ja do dëgjoj opinionistët këtu dhe do kuptoj diçka. Po me të vërtet nuk e di sepse nga opinioni publik nuk kam kuptuar diçka të keqe apo negative që kam bërë karshi lojës time apo shtëpisë Big Brotherit. Okej, tash të tërë jemi njerëz, gabojmë, kemi thënë një fjalë më tepër pa diskutim, por përballë Eglit me thënë drejtën nuk e di. Pse publiku ka zgjedhur Eglin dhe jo mua. Pyetje ndryshe. Cilat mund të jenë ato gabimet që ti shet tek vetja që ke bërë në këtë rrugtim? Cilat janë gabimet e mia, me thënë drejtën. Që mund të shohësh te vetja gjatë rrugtimit tënd. Duket pak arrogante, po me thënë drejtën nuk shoh ndonjë gabim ke vetja. Jo, e pranueshme se cili ka mendimin e vet. Do doja të dija dhe opinionin e Ronaldos. Pra, për ta shtuar, pra, sepse do mbetet në kuadrin e arrogancës dhe nuk do doja, sepse thash thjesht për auto-ironi, por gabime siç e shpreha, në atë shtëpi është e pamundur që mos bësh gabime. Njeriu më perfekt në botë jesh, aty nuk mundesh dot që ti të logjikosh dhe të mendosh që çdo lëvizje ose çdo fjalë, çdo debat ti ta bësh qoftë edhe pa një gabim më të vogël. Kështu që është e pashmangshme. Nëse unë do të thoja që nuk kam bërë asnjë gabim, siç e thash pra, në sensin e shakas, do ishte një gjë e gënjeshtër. Patjetër që dikush është lënduar nga mua, dikush është prekur nga mua, dikush ndoshta është zgënjur. Domethënë është loja e tillë që ti sjell të gjitha këto ndjesi dhe këto emocione. Por në tërësi të gjës, unë nuk di që të kem bërë një lojë, po themi që të etiketohesha një lojë me gabime. Kështu që unë jam shumë kënaqur për lojën që kam zhvilluar brenda shtëpisë dhe gjithçka që unë kam bërë brenda shtëpisë e kam bërë me atë bindje që kjo do të ishte rruga ime më e mirë për të shkuar drejt finales. Pastaj publiku vendosi nëse unë duhet të shkoja në finale ose siç u pa dhe rezultati përballë Eglit. E qartë, faleminderit Gerta. Ronaldo, çfarë sipas teje penalizoi Gertën që të prekte finalen? Për ta dramatizuar pak se jemi pak ditë para finales dhe le ta trajtojmë si fest këtë gjë, unë mendoj që aty sipër kemi 3 vajza dhe gra shumë dinjitoze të këtij edicioni të Big Brother dhe keni të gjitha vajza komplimentat e mia për rrugtimin tuaj. Thank you. Duke qenë se Gerta tashmë është jashtë shtëpisë dhe unë mund ta them tërësisht mendimin tim të lirë, ose nuk e kam thënë të lirë, por nuk kam dashur të ndikoj në votimet e Big Brotherit. Gerta Gexhari, një nga publiku si gazetare me disa vite eksperiencë, por sigurisht hoven e saj më të madh mediatik që ishte shumë prezente, e pati në Big Brother 2 dhe në Big Brother 2 shumë komente për Gertën. Nuk kanë qenë fort të mira për rrethanat e atij edicioni. Unë mendoj që Gerta Gexhari të vit i ndodhi karma e mirë, funksionoi karma e mirë për Gertën, sepse publiku njohoi një Gerta tjetër dhe nëse do të paralizonim 2 lojat e motrave Gexhari që nuk e paskër kanë për fat ta fitojnë Big Brotherin, unë mendoj që Gerta është më e fortë sepse jo vetëm që nuk e la garën në mes, por unë personalisht mendoj Heidi, dhe këtë e them pa pikë frike, që Gerta Gexhari Rozanën e ha për mëngjes, drek dhe dark, pavarësisht se si shkoja e televotimit. Tërësisht mendimi im. Po pse nuk ka hëngrën atë televotim, Ronaldo? Atëherë unë nuk jam publiku.
Nëse unë do gjykoja si publik, do t'isha publik. Unë gjykoj si Ronaldo, si gazetar që bëj televizion, dhe unë Gertën kështu shoh. Gerta ka përballuar e vetë me Laertin, Rozanën, Gjesin në disa raste, Eglin në disa raste, dhe kjo e bën atë një lojtare shumë të fortë. Ka këngëtarë që fitojnë festivale shumë të mëdha dhe ndërkombëtare por harrohen, por ka njerëz që nuk fitojnë festivale dhe nuk shkojnë as në finale, që mbajnë mend përjetësisht. Do doja të përfshija pak edhe ish banorët. Pse mendoni ju se u penalizua gjysmëfinalja e Gertës, nuk arriti dot ta kapte finalen? A mendoni se Vall ka qenë një lojtare e cila nuk ka treguar gjithë ngjyrat e saj? Do doja të dëgjoja Livion për shembull. Unë besoj se dini që jam shumë e drejtë për drejtë, kështu që nuk do mbaj asgjë. Nuk mendoj as pak që Gerta e han Rozanën sepse e kam këtu përballë jashtë.